الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنك أنت العليم الحكيم. Falënderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, për pejgamberin alayhi salatu wassalam, dërgojmë salavate për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahun Gjelle Gjelaluhu elusmi që t'i pranon adhurimet tona, e sidomos agjerimin ton dhe namazet tona dhe gjithë ibadetet të cilat besimtarët musliman në këtë muaj të bereqetshëm mundohen t'ia japin hakin dhe qabojnë sagi këtij muaji. Vëllezër të dashur, na jemi në serialin e derseve tona për veçoritë dhe ndodhit në muajin e Ramazanit. Prandaj sot do të vazhdojmë pasi që e shpjeguam çlirimin e Mekës, se si besimtarët kishin hyrë në Mekë dhe se si e kishin çliruar ata. Një ashtu disa ndodhi tjera kanë ndodhur gjatë këtij muajit. Prandaj pejgamberin alayhi salatu wassalam Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka nderu, do të thotë, me pejgamberdhokun e tij, mirë po sprovat më të rënda I ka përjetu ai. Prandaj në këtë muaj të Ramazanit thuhet në sirën islame se kishte ndrru jetë axha e tij Ebu Talibi. Prandaj njëjtën muaj, do të thonë pas disa ditëve, ndron jetë edhe bashkëshortja e tij Hatixha radiallahu anha. Prandaj shohim se kush ishte Ebu Talibi dhe si e përjetoi jetën pejgamberi alayhi salatu wassalam me axhën e tij. Para se të bënte hijret Muhamedi alayhi salatu wassalam për në Medinë, do të thotë I kishin ndodhur 4 ngjarje të rëndësishme në Mekke. Këto ngjarje të rëndësishme që kishin ndodhur ishin, do të thotë, dobësi e Kurejshëve, kurse forcim I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njëna prej tyre ishte se e kishte pranuar Islamin Hamza radiallahu anhu. Pas disa ditëve e pranon Islamin edhe Omeri radiallahu anhu. Këto ishin dy ngjarje. Ngjarja e tretë ishte se pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte refuzu marrëveshjen të cilat kurejshitët e thirrnin Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe I thonin, do të thotë, eja ti adhurojmë zotat e ton së bashku të gjithë një ditë dhe ditën tjetër po e adhurojmë zotin tan. Pejgamberit alayhi salatu wassalam kështu I thonin që ta përfitonin dhe do të thotë ta bënin nga ana e tyre. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam e refuzoi këtë marrëveshje dhe tha, siç ka ardhur në suratul Kafirun, Allahu Gjelle Gjelaluhu e cek, do të thotë këta të cilat, do të thonë Kurejshët, ja kërkonin Muhammedit alayhi salatu wassalam, pejgamberi alayhi salam ju thonte, ju e keni fenë e juve, unë e kam fenë time. Do të thotë, dhe e katra ishte që, do të thotë, pas kësaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të thotë, e kishin përkra 2 fise të mëdha në Mekke. Dhe shumica e tyre ishin bë musliman. Thotë, fisi I Beni Hashimitëve ishte një fis I madh, do të thotë, në Mekke, edhe fisi I Abdul Mutalibëve. Këto ishin ato të cilët e përkranin më shumti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Këto 4 ngjarje, do të thotë, e kishin bën që kurejshitët të organizohen nga se e kishin pasë janë duke u dobësue. Prandaj një ditë prej ditëve mbledhen të gjithë së bashku armiqt e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ulen e bojnë një marrëveshje, do të thotë, mes tyre dhe e bojnë marrëveshjen me shkrim. I detyrojnë një nga një prisat e fisave që të nënshkrujnë këtë marrëveshje. Kjo marrëveshje ishte që me ju bë embargo, do të thotë me ju nu sanksione të 2 fisave të cilat ishin Benu Hashimitëve
dhe Benu Abdul Mutalibave, dhe me i mbyll, mos me i lanë me dalë jashtë. Do të thotë hynën në armiqësi me këto, i kishin mbyll, i kishin mshël. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithnjë do të thotë i kurajonte ato me çka? Me durim. Bani durim, bani sabër se kemi me fitu. Dhe çka ndodh? Do të thotë ki rast dhe kjo marrëveshje do të thotë kishte ndodhur 3 vjet rreshtazi. Dhe këto difise ishin pas lodhë se e kishin bo ato sankcionet që kishin bo ishin që ato nuk kanë drejta me u martu me tjera fise. E dyta nuk kanë drejta me bo tregti, me dalë në përpazare edhe me bo tregti. Do të thotë edhe e treta nuk kanë drejta as me shit e as me ble pe diku tjetër. Prandaj këto ishin lodhë mrena 3 viteve. Do të thotë sa që thuhet në historinë islame se kishin fillu mos me pas ushqim më me ngranë. Edhe do të thotë i çojshin fëmijët në përparë që me mbledh gjethe, që ato me javë të shtëpia me ngranë gjethe. Do të thotë aq shumë ishin lodhë. Edhe një ditë për ditëve i ankohen pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pejgamberi alayhis salatu wassalam çka ban? Një ditë për ditëve i thirr fisët të cilat ishin në armiqësi me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe thot nëse vazhdoni në këtë mënyrë, thot edhe pse nuk e kam përkrahjen e axhës tim, thot do të ndroj strategjinë e marrëdhënieve me juve. Dhe këtu me këtë fjalë pejgamberit alayhis salatu wassalam fillon dhe hin një fitne, një përçarje mes fisëve të Beni Kurejshitëve. Do të thotë disa prej tyre kishin miqësi, kishin akrabar nga ana e fisëve Beni Hashim dhe Beni Mutalib. Do të thotë dhe filluan të ankohen dhe thanë se boll mo kjo e june që na keni ndal ju mos me shku natë fare fisi jon, mos me vizitu vajzat e tona, mos me vizitu tezët e tona. Dhe kështu futit një përçarje mes tyre dhe prishet marrëveshja. Dhe qohën këto ankuesit i tërheqin në shkrimet. Dhe me thonë disa fisa për tyre që ishin prisat e tyre i në tërheqin në shkrimet dhe prishet marrëveshja të cilën e kishin. Dhe kështu do të thotë fitojnë difiset më të mëdha në Mekë. Pas kësaj do të thotë pas këtij rasti pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thotë e merr vesh se axha e tij Abdul Mutalibi është i smur keq. Dhe çka ban pejgamberi alayhis salatu wassalam? Do të thotë shkon dhe i rrin te koka axhës vet. Dhe gjithnjë ja përkujton shahadetin. Dhe i thot o axha jam, nëse don shpëtim, thuaj fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai nuk e thot, vetëm se shun dhe nuk e thot fjalën. Kur murin vesh, do të thot kurejshitët se pejgamberi alayhis salatu wassalam po e lut, do të thot Ebu Talibin për me pranu islamin, atër organizohen dhe kokët më me rëndësi do të thotë të prisët që janë kanë të kurejshitëve, si Ebu Gjeli, Ebu Sufjani dhe grupet e tyre, do të thonë shkojnë të Ebu Talibi për vizit. Dhe i afrohen afër dhe i thojnë Ebu Talibit, ki kujdes, mos të mashtrojnë një pijot me ndru fejen e babalarëve tanë. Se nëse ti këta e ban, ka mu bo gjakderdje e madhe në Mekke. Ka ndosht mi thonë se atar kemi me hina në luft me, do më thonë me fisin Abdul Mutalib, që ishte fisi i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe gjithë këto ishin kushrit e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe në këtë moment do të thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thotë ju thot atine, thotë axha jam ka qenë përkrahësi ma i madh i imi. Ka thonë, mos mendoni se nëse ki vdes dhe shkon, une nuk kam përkrahje tjetër. Do thot i frikson kurejshitët. Dhe thot e lut prap Ebu Talimin që ta pranoje fejnë islam me mirë, po aji nuk e thot fjallën la ilaha illallah. Dhe kështu vdes në kufër. Vdes në kufër dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam mërzitet shumë.
Atër Allahu Gjelle Gjelaluhu e zbret një ajet në surët e Taube, ku thot Allahu Gjelle Gjelaluhu: Ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kana uli al qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet, surët e Taube, nuk I takon të dërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët. Do të thonë, ja ka bo me dije Allahu Gjelle Gjelaluhu pejgamberit alayhis salatu wassalam se pasi që vdiq Ebu Talibi në kufër, atëherë nuk I drejta mu me bo lutje ti dua. Mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam, duke qenë gjallë Ebu Talibi, e lutte Allahun Gjelle Gjelaluhu që ta udhëzoje ata. Dhe kështu pasi që vdis zbriti ki ajet. Dhe thot Allahu Azza wa Jall, qofshin këta edhe me qenë të afërmit e juve. Do më thonë edhe nëse janë familjes juve. Pasi u është bërë e qartë se ata janë banor të xhehenemit. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ja ban me dije se kush vdes në kufër, do të thotë ka me qenë në xhehenem. Dhe zbret një ajet tjetër në suratul Qisas, dhe thot Allahu Azza wa Jall: Innaka la tahdi min ahbabta walakin Allah la yahdi man yasha. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, vërtet ti o Muhammed nuk mund të udhëzosh këtë duash ti, por Allahu është ai që udhëzon këtë dëshiroj. Thot wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu I njeh më mirë ata që janë të udhëzuar. Do të thot Allahu Gjelle Gjelaluhu e din se kush e meriton hidajetin dhe ati jap. Ne kemi thonë se hidajeti është dhurat prej Allahut Azza wa Jall. Pasi që ne jemi musliman dhe kemi ardhur në këtë dunjë prej familjes tonë dhe jemi eduku ashtu. Dhe kemi gjetë Islamin hazër. Vëllezër të dashur, ka njerëz në për botë ju shkon jeta duke e kërku hakin, duke e kërku të vërtetën, ka prej atyre që e gjejnë, ka prej atyre që vdesin kufër. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelaluhu e bën se ai I cili e don të vërtetën, me të vërtetë, e lip të vërtetën, për me shpëtu nga dënimi I Allahut, Allahu ja hap hidajet. Ndërsa ato të cilët e lipin, do thot hidajetin ose e mësojnë Islamin për me sulmu Islamin, do thot atinve nuk ju jep hidajet Allahu Azza wa Jall, po e bën që ato në fund të vdesin në kufër. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu do thot ja ka tërheq vërejqen pejgamberit alayhis salatu wassalam me këto dy ajete. Udhëzimi në dorën e kuj është? Me këtë ajet Allahu Gjelle Gjelaluhu na tregon se udhëzimi është në dorën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mos mendoj dikush prej neve se nëse na jemi nëpër familjet muslimane, do thot edhe kemi lind musliman, do thot dhe jemi rrit mesin e muslimanëve, ka prej punëve të mëdha, do të thonë janë vepra të cilat njerin ka mundësi me nxjerr për Islamit. Kush është njëra prej atyre është tallja me fenë e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Kush ban hajgare me çështjet e fesë, del prej fesë. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, zguzon njeriu mu tall me asnjë çështje fetare e cila është. Me asnjë çështje fetare, pa marrë parasysh çka është. Për ata duhet me pas shumë kujdes, sepse ka mundësi me fal, ka mundësi me agjëru, ka mundësi gjitha sejnet me bë, në fund një punë të vogël e ban, te Allahu Azza wa Jall bën pluhun krejt që ke pas më herët. Pse? Sepse do të thotë ke bën hajgare me kanë me një çështje shumë madhështore. Me një çështje e cila Allahu Azza wa Jall e ka pu dispozit. Për shembull, me thonë për çështjen e agjërimit, ose çështjen e zakatit, ose çështjen që Allah Azza wa Jall I ka bën obligim. Mi thonë habe se sa kur gjon kjo punë. Çka do të thonë kjo fjalë? Do të thotë ti me këtë fjalë vetëm se çka e ki mohu një kusht që Allahu Azza wa Jall e ka bën për besimtarët. Para mendoj ti me thon dikush, o ti, pse vese fale jacien, habe se sa kur gjon jacia. Se e fale. Do thot një fjalë e cila është shumë, do thot e lehtë në gjuhën tonë, mirë po te Allahu Azza wa Jall peshon shumë rënd. Edhe është shumë dëshpëruese. Për ata duhet me pas kujdes. Kështu që të kthehemi në temën tonë,
do të thotë transmeton Abasi, kushëriri i pejgamberit alayhi salatu wassalam, se pejgamberi alayhi salatu wassalam do të thotë u mundu me e bind axhën e tij që ta pranonte islamin. Dhe një ditë prej ditëve i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja Rasulullah, tha ti e lute shumë Ebu Talibin axhën për me pranu islamin, tha nuk munde me e bind, kurse ai tha tan jetën e vet ka mbrojt, ty tha nga mushrikët, do thot nga armiqt e islamit. Tha, çka ke mundësi me bo për ata më shumë? Sepse ai ka qenë mbrojtësi më i madh i joti. Mos me paskon ai, Zoti e di çat kishin bon kurëshitët. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha, ma ka premtu Allahu xhalla xjalaluhu dënimin e tij. Tha se nuk do ta dënoj Ebu Talibin, tha vetëm se me dënimin më të lehtë të xhenemit. Abasi radiallahu anhu i tha kush është ki dënim më i lehtë? Do është i ta dije. Tha do t'i jenë shputët e këmbëve të ti në zjarën e xhenemit, tha dhe do t'i vlojnë trut e kokës. Para mendoni vëllezër të dashur, dënimi më i lehtë i xhenemit, që e lusmi Allahun azza wa jall që Allahu na largoje larg xhenemit, siç ka thënë Allahu, kush e agjeron një ditë të Ramazanit me besim të plot në Allahun xhalla xjalalu dhe në shpërblimin e tij me shpresë se Allahu do ta shpërblej, thot Allahu do ta largon. Hadithi janë kutsi, transmeton pejgamberi alayhi salatu wassalam nga Abu Huraira, thot do ta largoj Allahu fytyrën e agjeruesit 70 vite larg udhëtim, thot prej xhehenemit, dhe thot as nuk do ta ndije erën e keqe të xhehenemit. Do thot lusmi Allahun azza wa jall që të jemi prej atyre që Allahu azza wa jall na ban që mos ta dëgjojmë erën e xhehenemit. Kështu që me 10 Ramazan, do thot 3 vite para se me bon hijrat pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndron jetë edhe kush? Gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Hatija radiallahu anha. Kjo gruaja, nona e besimtarve, si quhet në historinë islame, vëllezër të dashur, ka qenë një grua e veçantë. Ka qenë një grua e veçantë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, saqë Aisha radiallahu anha thot vallahi sa herë që e përmendte pejgamberi alayhi salam këtë gruaje, thot u mërzitke, thot që ja kisha zili. Aisha radiallahu anhu dhe thot asnjë herë se kam xheluzu asnjë gruaje më shumë se sa Hatija radiallahu anha. Hatija radiallahu anha ishte një grua pasunike e madhe në Mekke. Dhe kjo gruaje, e cila ishte bija e Huwailidit. Huwailidi ka qenë baba i Hatijës radiallahu anha, i cili ka qenë pasunik i madh në Mekke dhe ka pas pozit, ka pas, do thot, vend të rand në Mekke. Do thon ka qenë njeri i mexhliseve, ka qenë njeri i kuvendeve ku ka bo pajtime. Do thot ka qenë njeri i cili, do thot, për çdo problem që ka pas në Mekke, kanë shku e kanë pyet dhe e kanë pleqnu. Prandaj vdes Huwailidi ku? Në një luftë. Kishte qenë një luftë mes dy fisave dhe e kishin mbyt nonën e babën e Hatijës radiallahu anha. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam punonte me axhën e vet në pazar, në tesk. Dhe gjithë pazari e njihshin pejgamberin alayhi salatu wassalam se ishte, do thot, një gjalosh besnik, ishte një gjalosh i cili, do thot, i rrinte përballë fjalës dhe ishte një gjallë i Zoti që e kishte ngrit Ebu Talibin me, do thot, me tregti. Dhe kështu që, do thot, Hatija radiallahu anha pasuninë dhe tregtin e saj e bante ma shumë në Sham, nga se aqe fitonte ma shumë. Kështu që merr vesh për pejgamberin alayhi salatu wassalam se një gjallë i Zotin në pazar i cili po ban, do me thanë,
do thonë po bën punë të mira dhe po lëvdrohet nga gjelmoshët e tjerë. Kështu që një ditë prej ditëve e çon, do të thotë atë shëlltorin e vet të cilin e ka pas. E ka pas një shëlltor i cili është kujdes, do të thotë për tregtin e Hatixhës radiallahu anha. Dhe e çon ku te pejgamberi alayhis salatu wassalam me e pyet se a mundet, do të thotë me shku në Sham dhe me bë tregti, do të thotë për Hatixhën radiallahu anha, për çmimin, thotë një të lipe sa doje se do të thotë e paguaj. Kështu që pejgamberi alayhis salatu wassalam me lejen e axhës së tij Ebu Talibit e lejon që me shku në Sham. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam përgatitet, e merr karavanin e Aishës radiallahu anha me pasuri dhe niset për në Sham. Dhe kështu pejgamberi alayhis salatu wassalam me këtë udhëtim për në Sham, do të thotë i sjell pasuri të tundshme Hatixhës radiallahu anha. Do të thotë i ka pru shumë pasuri kur është kthit mbrapa. Dhe Hatixha radiallahu anha e ka kuptu se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk ja ka bon asnjë hile. Mirë po ky shëlltori që ka qenë me pejgamberin alayhis salatu wassalam, që i ka ndihmu rrugës, i thot se Hatixhës i thot kur kemi rri me një vend në Sham, ati ka qenë një prift. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam më tha do të shkojmë te një pemë. Thot ati do t'i nalmi karavanin e deveve, ati do të pushoj. Ki prifti në Injil, do të thotë në Bibël, i kishte pas shkruar se nëse një gjalosh tregtar i bujshëm vjen me karavanin e tij dhe ulet në hijen e asoj pejme me pushu, ka me qenë pejgamber i ardhshëm. Ki prifti e kishte ditë këtë gjë. Dhe shkon e lajmëron atë shëlltorin e Hatixhës radiallahu anha, thot kush është ki djali, si e ka emrin e ka pyet dhe ki ka kallëzu. Ka thonë e ka emrin Muhammed. Thot a ka udhtu ndonjëherë për tregti, thot jo, e para herë. Thot qap mishde dhe kallëzoi, thot familjes këtij se ki person ka me qenë pejgamber i ardhshëm. Dhe ke e mbron këtë sekretin, nuk ja ka tregon pejgamberit alayhis salatu wassalam, mirë po kur thejë te Hatixha radiallahu anha, ja thot i kallzon të kështu më ka thonë ai prifti dhe ajo habitët. Dhe çka ban ajo? Vendos me e propozu pejgamberin alayhis salatu wassalam për martesë. Pasi që kthehet pejgamberi alayhis salam mbrapa, ja çon në njëri pejgamberit alayhis salatu wassalam, vën se me çu pejgamberit e ajo ja ka çu pejgamberit alayhis salam shkusi. Të kundërtën. Edhe pse ajo do të thotë ka qenë shumë më e vjetër, ka qenë e veç. Do të thotë ka qenë shumë më e vjetër se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ka qenë më shumë se 10 vite më e vjetër. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot atëherë thot pranova të martohem me Hatixhën radiallahu anha për shumë gjëra. Nga se ajo një e para do të thotë ishte një grua e pasur. Dhe se do të thotë ajo do ta ndihmoja Islamin me pasuri. E dyta ishte nga një fis i cili kishte do të thotë pozitë të madhe, të cili fis kishin mundësi me mbrojt pejgamberin alayhis salatu wassalam nga sulmet e Kurejshitëve. Dhe kështu me radhë, do të thotë kishte shumë disa dobi. Dhe thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam do të thotë u martu me Hatixhën radiallahu anha, edhe pse ajo kishte qenë më herët 2 herë martume, do të thotë me 2 burra më herët. Njërin parin do të thotë ja kishin mbyt luftë, burrin e parë, burrin e dytë do të thotë ishin ndarë nga se nuk kishin pas marrëveshje dhe 2 fëmijë kishin lënë me burrin e parë dhe një me burrin e dytë. Burri i tretë pejgamberi alayhis salatu wassalam martohet me Hatixhën radiallahu anha. Do të thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam, siç thash në fillim, do të thotë gruaja të cilën e kishte dashur më së shumti në jetën e tij ishte Hatixha radiallahu anha. Do të thotë pse? Nga se pejgamberi alayhis salatu wassalam fëmijët të cilat i kishte të gjitha i kishte me Hatixhën radiallahu anha. I kishte sa 5 fëmijë, 2 gjem dhe 3 vajza. Për ata
Hatixha radiallahu anha konsiderohet se ishte gruaja e cila do thotë e kishte dashur pejgamberin alayhi salatu wassalam, do të thonë shumë. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wassalam do thotë pasi që martohet me Hatixhen, i vjen edhe shpallja. Dhe ne e dim se kur i ka ardhur shpallja, pejgamberi alayhi salatu wassalam do thotë ku është strehu. S'pare janë është strehu ku te Hatixha radiallahu anha. Dhe ajo ka qenë gruaja e parë e cila e ka pranu islamin në histori. Gruaja e parë e cila e ka pranu islamin ka qenë Hatixha radiallahu anha. Për ata edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dashur më shumë ti. Prandaj thot Aisha radiallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot Merjemja e bia e Imranit ka qenë më e mira e grave të kohës së saj, kurse Hatixha është më e mira e grave të këtij popullit. Do thot pejgamberi alayhi salatu wassalam aq shumë e ka lëvdru Hatixha radiallahu anha, saqë e ka bo më të mirën ndër të gjitha grave të umetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nga shka, jo nga bukuria e saj, mirë po nga sinqeriteti i saj. Nga se ajo e kishte ndihmu me të vërtet pejgamberin alayhi salatu wassalam në të gjitha sferat. Edhe me pasuri, edhe me moral, edhe me rrugën e pasurisë, edhe në të gjitha sferat. Do thot ishte ajo e cila thot e kishte pejgamberin alayhi salatu wassalam gjithnjë pranë. Dhe i rrinte gjithnjë në do thot në krahun e gjathë. Kështu që do thot ajo e cila pejgamberin alayhi salatu wassalam do thot e kishte pranu si pejgamber, do thot ishte gruaja e parë dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam do thot e dalloi ndër të gjitha gratë. Kështu që një ditë prej ditëve Aisha radiallahu anha tregon se thot nuk kam qenë xheloze ndaj asnjë gruaje tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam sa kam qenë xheloze ndaj Hatixhës radiallahu anha. Thot dënëse e kisha parë pejgamberin alayhi salatu wassalam sa herë që e përmente, thot edhe shpesh herë, thot më shpesh e përmente Hatixhën radiallahu anha. Dhe thot sa herë që thërte dele do një kurban do një herë, thot e ndante një pjesë për Hatixhën radiallahu anha. Subhanallah, njeri kur ka një jetë të lumtur në familjet vet, edhe është i lumtur, do thot është i kënaqur në familjen e vet, çka ban? Çdo send të cilën e ka të shtrenjtë e ndan me anëtarët e familjes. Te ne shpesh ndodh që ndonjëherë njeriu nuk është i kënaqur me bashkëshortën e vet. Mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam çka ka thonë? Ka thonë gruaja është ku në dinin e burrit. Edhe sa herë që të shohmi të meta në për gratë e familjeve, problemi a di ku është? Problemi është e burri, nuk ka të gruaja. Nga se shpesh herë burri shka i mqil sit, i mqil vesht, bënë se s'po shajet, bënë se s'po nin. Edhe toleron. Toleron aq shumë sa që edhe nëse i hi haramit gruaja aq shumë. Do të thot pse? Nga dashuria e madhe që e ka për ta. Nuk ka mundësi njëri, do të thot në këtë aspekt pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka dashur Hatixhën më shumë ti sepse ajo ka pas sinqeritet për Allahun xhalla xhelalu. Jo pse ajo ju ka një haramave. Nëse në shpinën tonë shohmi se po bëhet haram, duhet me reagu me një herë. Edhe nëse është haram i vogël, nuk duhet me toleru. Pse? Sepse ai i vogël i bëhet tani i madh, rritet. Për ata ka thonë pejgamberi alayhis salam, gruaja janë dinin e burrit. Nuk ka mundësi një gruaja me anis mu fal namaz, a burri kur s'falet. Nuk ka mundësi një burr, do të thotë mos me qenë xhelos, kur gruaja vet del për jashtë edhe varet se çish del, as nuk e këshill bele çka ka vesh, as si është li, si është ngji, çka ka bën, ku ka shku, si intereson. Mirë po aje vetëm se thot mos të prishna me gruajen. Mos t'ja prish i qefët asaj. Vëllezër të dashur, çaje gruaje që s'ja prish ti qefët, nesër çajo ka me ti eduku e vladet e tu.
që ajo gruaja që si aprishti qefët asajna në haramet të cilët Allah dhe pejgamberi i ka ndalu, atëherë dush me ditë se ki me pas shka, ki me pas problemet mëdhoja në familje. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu, kur e shef një vend, ose një familje, ose një grup njerëzish, të cilët nuk po i përfillin urdhrat e Allahut, nuk pilon ndaleset e Allahut, haramat, Allahu nuk shon bereqet në të familje. Maj spori ja merë shka? Ja merë bereqeti. Ja merë mitën të punu, krejt shpija, në fund s'kan. Qish, interesant është. Ka shumë rase, ku njerëzit mitën të punu, lodhën, ma në fund, puni mujtë, s'ju del roga. Punon burri, punon gruja, ndështa punon edhe vajza, edhe gjali, 4 roga në shpi, në fund s'ju jesin. Pse? Pse 4 koleta. Si cili e ka koletën në vetë. Bili edhe kredit shkujnë hinë. Pse? Kemi plotë rase. Pse? Ashtë qështja se Allah Azza wa Jall s'u ka qu bereqet. Mirë po, Allahu Gjelle Gjelalu e donë një familje e cila shka i friksonë Allahu Gjelle Gjelalu në harame. Do të thotë, kur burri do të thotë e këshillon grujen e vetë, mirë po me shka, duke i thonë friksojë Allahu Gjelle Gjelalu. Pejgamberi a.s. që ka thonë? Nëse gruja do të thotë e kundërshton urdhrin e burrit, atje ku Allahu Gjelle Gjelaluhu do të thotë e ka boni një kusht, edhe ajo thotë, nëse i thotë fale namazin, edhe shese s'pe e falë, thotë misfakun. Pejgamberi a.s. i ka la dhamë për një qëfar krane, është një dru, do të thotë në tukat arabi i thunë misfak, edhe a i ka pasru dhamë. Ka thonë, pejgamberi a.s. ka thonë, mshoja ka durt, për çka? Për mi thonë asaj se do të thotë ki kujdes çka je të bo, për me eduku. Njështu edhe evladët. Prandaj, pejgamberi a.s. si shtash e ka dash Hatixhen se ajo ka qenë e sinqert me Allahun Gjelle Gjelalu. Edhe ne, duke fillu prej te gruaja, edhe te qetri i cili është mas, duhet me e dash nëse ai e don Allahun dhe e don pejgamberin a.s. Ato që janë më fetar, duhet me i konsideru më nëryshe. Kurse ato të cilat nuk i bin mas shumë urdhrave të Allahu Gjelle Gjelalu, duhet me i konsideru ndryshe. Në Islam është kështu. Prandaj, Allahu Gjelle Gjelaluhu kështu e ka eduku Aishën radiallahu anha dhe e ka bojt që ato të jetojnë zbashku me pejgamberin a.s. në lumturi. Dhe pejgamberi a.s. do të thotë derisa ka qenë Aishja gjallë, nuk ka shmartu me ndonjë gruaje tjetër. Për ata, derisa ka qenë Hatixha gjallë, nuk ka shmartu me ndonjë gruaje tjetër. Për ata Aisha radiallahu anha e ka xheluzu Hatixhen radiallahu anha. Sepse ajo ka qenë njona e cila ja ka përmbush gjitha nevojët pejgamberit a.s. Dhe kështu do të thotë në këtë muj, si shtash i vdes edhe Hatixha radiallahu anha pejgamberit a.s. dhe ki vit konsiderohet njëri prej viteve të mërzis të pejgamberit a.s. Dhe se do të thotë nga kjo ngjarje, nga kjo vaki e cila ka ndodhur në Ramazan dhe pejgamberi a.s. është sprovu, do të thotë nxjerrim shumë dobi. Prandaj dobit më së shumti as se sprovat më të rënda i kanë përjetu pejgamberet alayhimus salam. Dhe se ne elusmi Allahun Gjelle Gjelaluhu, që në këtë muj Allahu Gjelle Gjelaluhu në largoje sprovat të cilat janë tonë. Elusmi Allahun Azza wa Jall që i badetet tonë Allahu në i pranon dhe të në i shumë fishon shpërblimet e ti. E kulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, inna Allaha ghafurur rahim. Allah i shpërblet.